Në një moment kur terreni politik I brendshëm po I rrëshqet nën këmbë, Edi Rama po kërkon të forcojë profilin e tij ndërkombëtar përmes afrimit me iniciativën e re të Donald Trump për të ashtu quajturin Board of Peace. Pyetja që shtrohet nuk është nëse Shqipëria do të jetë aktive në diplomacinë globale. Kjo është aksion për një vend antar të NATO-s, por nëse ky pozicionim I shërben interesit kombëtar apo nevojës personale të kryeministrit për të prodhuar kapital politik në një kohë delikate, për Shqipërinë pjesëmarrja në një forum të ri ndërkombëtar mund të tingëllojë si rritje e peshës diplomatike, por realpolitika është më e ftohtë se retorika. Board of Peace është një strukturë e konstatuar nga disa demokraci perëndimore dhe shihet me skepticizëm në qarqe të caktuara europiane, sidomos nëse perceptohet si alternativë apo rival I arkitekturës tradicionale multilaterale. Në këtë kontekst, Tirana rrezikon të pozicionohet në një lojë të madhe ku balancat janë ende të paqarta. Për Edi Ramon, fotografia me Trump dhe narrativa e rolit global mund të shërbejnë si kundërhelm ndaj kritikave të brendshme, hetime, akuza për korrupsion, tensione me opozitën dhe lodhje publike pas më shumë se një dekade në pushtet. Historia politike shqiptare ka treguar se liderët shpesh kërkojnë legjitimitet jashtë, kur brenda terrenit është I paqëndrueshëm. Diplomacia shndërrohet në një skenë teatri ku publiku vendas duhet të bindet se lideri I tyre është ende faktor në tavolinat e mëdha, por sa reale është kjo peshë? Nëse Board of Peace mbetet një platformë simbolike pa mekanizma konkret vendimarrës, atëherë përfitimi për Shqipërinë do të jetë kryesisht imazh, dhe imazhi sado I fuqishëm në komunikim politik ka afat skadence, nëse nuk përkthehet në investime, siguri dhe përfitime të prekshme. Nëse përkundërzi, kjo strukturë fiton rol real në proceset e rindërtimit dhe ndërmjetësimit ndërkombëtar, atëherë Tirana mund të pretendojë një pozicionim të zgjuar strategjik. Ekziston edhe një dimension tjetër, raporti me Bashkimin Evropian. Shqipëria është në proces negociatash dhe çdo lëvizje që perceptohet si devijim nga linja e përbashkët euroatlantike mund të krijojë tensione të heshtura. Rama ka investuar shumë në narrativën e liderit modern europian të Ballkanit. Një afrim I tepruar me iniciativën e debatueshme amerikane mund të shihet si një kalkulim I brendshëm, jo si strategji afatgjatë shtetërore. Nga ana tjetër, për një vend të vogël fleksibiliteti është shpesh aset. Shqipëria historikisht ka mbijetuar duke qenë pragmatike, duke ruajtur lidhje të forta me SBA-n dhe duke mos sfiduar kurrë boshtin euroatlantik. Nëse Rama arrin ta paraqesë këtë angazhim si vazhdimsi e aleancës strategjike me Washingtonin dhe jo si rreshtim personal me Trump, atëherë ai mund ta shfrytëzojë si kartë të fortë në politikën e brendshme. Por thelbi mbetet, a është kjo diplomaci për Shqipërinë apo për Ramën? Nëse situata e tij politike është në fije të perit, siç sugjerojnë zhvillimet e fundit, atëherë çdo dalje ndërkombëtare do të lexohet përmes këtij prizmi. Një takim I suksesshëm mund të prodhojë disa javë frymëmarrje politike, një perceptim I gabuar apo një kthesë e papritur në dinamikën amerikane mund ta kthejë këtë investim në bumerang. Në fund, diplomacia e madhe nuk është terapi për krizën e brendshme. Ajo mund ta zbusë, ta maskojë ose ta shtyjë në kohë, por nuk e zgjidh. Nëse Rama kërkon shpëtim politik në tryezat globale, prova reale do të jetë çfarë përfiton konkretisht Shqipëria, jo sa duar trokitje merr ai në skenën ndërkombëtare. Dhe kjo është një betejë që nuk fitohet me fotografi, por me rezultate.